Për Gabriel Kulën, e diela ishte një ditë e veçantë. Talenti i Shqipërisë u aktivizua në pjesën e dytë në humbjen e Sassuolos në transfert përballë Atalantas, sfidë e përfunduar me rezultatin 1-2 për javën e parë të kampionatit në Serie A. 18 vjeçari u fut në fushën e lojës në minutën e 88 pasi i mori vendin Kjaron Bojan. Kaq minuta kanë mjaftuar që Kulla të ngjisë dhe shkallët e vlerësimit, pasi Transfermarkt me përditësimin e fundit e peshon kartonin e tij në 1.4 milionë euro. Gabriel Kulla konsiderohet lojtar premtues për kombëtaren, ku me moshat 19 është aktivizuar në 10 ndeshje dhe ka shënuar 6 gola. Sivasspor është duke fituar përballë Manisas, ndeshje e vlefshme për javën e tretë të ligës së dytë turke, me pjesën e parë që është mbyllur me rezultatin 2-1. Të dy golat janë shënuar nga sulmuesi i Shqipërisë Rej Manaj. Të parin lushnjari e shënoi në minutën e 17, ndërsa 20 minuta më vonë ka gjetur dhe të dytin fal një 11 metëshi. Moment pozitiv ky për shqiptarin i cili e ka nisur zjarr sezonin e ri, ndërsa e ardhmja vjon të jetë ende e paqartë, ku ekzistojnë edhe interesime nga klubet në Turqi. Situata e Anis Mehmetit në Ipswich Town është kthyer në një çështje enigmë, e cila nuk po merr ende një drejtim konkret. Çfarë po ndodh me mesfushorin shqiptar dhe pse ai nuk figuroi as në stol në ndeshjen që skuadra e tij luajti përballë Sunderland, e fituar me rezultatin 2-1? Kjo pyetje ushtrohet me të drejtë nëse marrim përbazë faktin që ai u afrua në janar të këtij viti tek Ipswich, ndërsa kjo lëvizje u mendua si një mundësi ideale për të shpërthyer. Mirpo, mediat në Angli raportojnë se fletëdalja e Mehmetit ka të ngjarë të ndodhë në ditët e fundit të merkatos dhe disa klube kanë treguar interes për ta transferuar. Bëhet fjalë për Wrexham, skuadër kjo që militon në Championship, ligën e dytë për nga rëndësia në Angli, e cila e përmend Mehmetin krahas sulmuesit të Millwall, Femi Aziz. Po ashtu, përmes fushorit 25 vjeçar, ka interesime gjithashtu nga Birmingham City, Sheffield United dhe Derby County. Në rast se një prej pistave do të konkretizohej, për Mehmetin do të ishte sërish një hap pas, pasi do të privohej nga të qenit pjesë e Premier League për të luajtur sërish një kategori më poshtë. Sulmuesi i kombëtares U19 të Shqipërisë, Gabriel Kulla, ka debutuar që në ndeshjen e parë të Serisë A. Ai nuk e nisi titullar, por u aktivizua në minutën e 88 për Sassuolën në duelin që u mbyll me shifra 2-0 për Atalantën. Forma e mirë që 18 vjeçari tregoi gjatë fazës përgatitore ka bindur trajnerin Alberto Aquilanin për t'i dhënë minuta në transfertën e Bergamos. Një arritje e madhe për të lojtar, që gjithçka e ka merituar edhe fal paraqitjeve të bëra sezonin e kaluar me ekipin Primavera, ku u shpall sulmuesi më i mirë i kampionatit të kësaj grupmoshe. Rivaliteti mes dy vlezërve shpendi në Serin B duket se do të vazhdojë edhe këtë sezon. Ashtu si në edicionin e kaluar, dy sulmuesit po i përgjigjen njëri tjetrit në garën ku shënon më shumë që në javën e parë të tij. Steven Shpendi gjete golin të shtunën me Empolin dhe Kristiani është përgjigjur sot me një gol me fanelën e Cezenës. Në ndeshjen kundër Sampdorias, sulmuesi kombëtares shfrytëzoi më së miri një top në zonë, duke shënuar me kokë me një lëvizje prej bomberi që befasoi portierin dhe i dha avantazhin ekipit të tij. Ernest Muçi ka regjistruar asistin e tij të këtij sezoni, duke treguar se merret vesh mirë që tani me Mohamed Salah. Në ndeshjen me Trabzonspor dhe Başakşehir me rezultatin 1-1 dhe ku Mohamed Salah kishte shënuar një gol për ekipin e sulmuesit shqiptar, ky i fundit e ndihmoi që të kthente skuadrën në avantazh. Me një kombinim perfekt mes të dyve në minutën e 48, erdhi goli i avantazhit 2-1. Me sulmuesin egjiptian, i cili pasi çoi sferën në rrjet, u kthye për të përqafuar pikërisht Muçin për asistin perfekt. Armando Broja e nisi si titular në ndeshjen e javës së dytë në Championship përballë West Bromwich, në të cilin skuadra e tij u mposhtë me shifra 3-1 me përmbysje, edhe pse gjeti shpejt një avantazh fal autogolit. Pavarësisht kësaj humbje, mediat angleze kanë vlerësuar paraqitjen e sulmuesit shqiptar. Burnley Express, portali që mbulon klubin anglez, i ka vendosur atij notën 6 për paraqitjen në ndeshjen e sotme. Udhëhoqi vjen e parë me mungesën e Zian Fleming
dhe bëri okej, por pa imponuar në të vërtet veten ndaj të tjerëve. Kishte një mundësi të mirë shënimi që u prit mirë, shkruaj në komentin e rreth brojës dhe paraqitjes së tij në këtë ndeshje ku ai la fushën pa kaluar një orë lojë. Steven Shpendi po pret prej kohësh një ftesë nga kombëtarja shqiptare e futbollit, një ftesë që nuk i erdhi kurrë nga Silvinho, por as nga Maran në grumbullimin e tij të parë në qershor. Megjithatë do të jetë vështirë që sulmuesi të lihet përsëri jashtë grumbullimeve kuqezi, pasi ai e ka nisur sezonin e ri me fanelën e Empolit me këmbën e mbar, duke shënuar që në ndeshjen e parë të Series B kundër Cremonezes. Në minutën e 21 të takimit, sulmuesi i cili më parë ka luajtur me moshat kuqezi deri me Shqipërinë U21, u tregua i aftë që të shfrytëzonte një goditje nga këndi për të çuar topin në rrjet. Goli fillimisht u anulua për pozicion jashtëloje, por më pas u akordua i rregullt. Steven Shpendi ka shënuar 15 gola në sezonin e kaluar në Serin B me fanelën e Empolit, ndërsa një edicion më parë kishte shënuar 4 të tillë me fanelën e Karanezes. Ndeshja mes Bodrumspor dhe Muğlaspor në kategorinë e dytë turke është mbyllur me rezultatin e barabartë 0-0, por edhe me nga një karton të kuq për secilën skuadër, me të cilët janë ndëshkuar brenda shumë pak minutash dy lojtarë shqiptar. Në startin e pjesës së dytë, Jurgen Çelhaka i Muğlaspor bëri një ndërhyrje të gabuar ndaj Florian Loshajt të Bodrumspor në mesfush. Gjyqtari i tregoi ish mesfushorit të Tiranës kartonin e dytë të verdh, duke nxjerrë para kohë nga loja. Por pak minuta më vonë, ishte pikërisht Loshaj, ai i cili bëri një ndërhyrje të gabuar, duke marrë të dytin e verdh, e barazua shpejt numrin e lojtarëve në fushën e lojës. Sulmuesi kombëtares Reimana i nuk po kalon një moment të mirë me Sivasporin në Turqi dhe në javët e para të kampionatit ka zhgënjur në fushë. Presidenti i klubit turk Burak Özçoban ka dhënë informacion dhe për gjendjen e Reimanait, duke theksuar se sulmuesi shqiptar po punon intensivisht pas dëmtimit të pësuar në prill, por aktualisht i mungon në ritmin ndeshjeve. Gjatë një konferencë për mediat, Özçoban foli për situatën sportive dhe financiare të klubit, ndërsa u ndalte te disa prej lojtarëve të skuadrës. Reimanai, drejtuesi i Sivasporit, vlerësoi punën e bërë nga futbollisti gjatë periudhës së rikuperimit, duke nënvizuar se sfida kryesore për të në këtë moment është rikthimi në ritmin e konkurrimit. Reimanai ka punuar shumë që nga dëmtimi që pësoi në prill, mungesa e tij më e madhe aktualisht është ritmi i ndeshjeve. Ne i besojmë cilësive të tij, u shpreh Özçoban. Deklarata e presidentit vjen në një moment kur Sivaspori është ende në fazën e ndërtimit të skuadrës për sezonin e ri. Mane shihet si një prej lojtarëve të rëndësishëm të ekipit, por pas periudhës së gjatë jashtë fushave, rikthimi i tij në ritmin e plotë të ndeshjeve pritet të bëhet gradualisht. Sivaspori e ka nisur sezonin me një barazim 0-0 ndaj Esenler Erokspor dhe më pas pësoi humbje ndaj Kayserisporit. Vetë presidenti Özçoban kërkoi falje për humbjen e dytë dhe deklaroi se skuadra do të kërkojë ta korrigjojë këtë rezultat.